tjetër që ti ke jetuar shumë jetë, ti ke jetuar në çdo kohë se kështu ndodh me njerëzit që lexojnë libra. Old soul, po jam pak old soul. Por besoj që e ke zgjedhur epokën ku ti do ndieshe më rehat, tregimin e dikujt, pra ku do doje ti të jetoje, në librat e cilit autor? Në librat e cilit autor? Në cilën epokë konkretisht? Në kohën e Mesjetës, në kohën e shtrigave. Po pse? Jo. Sepse doja të shikoja se çfarë i bënte ato të quheshin shtriga, ndërkohë që ishin thjesht vajzat apo gratë më inteligjente të kohës së tyre, të cilat të torturoheshin vetëm se ishin shumë të bukura apo shumë të mençura. Dhe vetëm sepse nëpërmjet bimëve shoruese ato gjenin taktika për të sjellë njerëzit të jetë. Dhe një nga romanet për shkakun që më ka sjell në kohën e Mesjetës është Emri i Trëndafilit të Umberto Ecos, ku gjërat zhvilloheshin brenda një manastiri me murgje dhe bibliotekë mesjetare, por dhe Lord of Rings që më çon në atë kohë që është seriali, domethënë filmi im i preferuar. Ja, këtu e përpushem. Që më kështu unë adhuroj atë film është. E kam parë 20 herë duke thënë kur. Mirë, shkojmë shpejt. Ta shfrytëzojmë kohën maksimum e gon sepse jemi në limite, kështu që loja e parë që do bëjmë është po ose jo. E kupton? Po. Edhe ndonjë ose jo dhe ndonjë përgjigje, po shumë i shkurtër. Okej. Thjesht. Mirë, a do postoje një foto nudo për një kauzë sociale që e konsideron të rëndësishme? Po. Okej. A do bësh pjesë e një reality show nëse do të vinte ftesa? Po. Okej. A do promovoje një libër që nuk të pëlqen vetëm se je mik me një autor? Jo. Të ka ndodhur ndonjë situatë e tillë që ta kanë kërkuar një mik, një autor? Më ka ndodhur, thjesht mund ta kem postuar në story, por jo ti kem dhënë shumë rëndësi si libër. Okej, e ke lexuar vet? Po patjetër, po e kam lexuar. Po unë e dalloj direkt kur është për shkrimtar ose nuk është. Okej. Si do? Po që nga mënyra e shiko pak, shkrimtari shkruan për të shoqërinë, për fenomenet, për të tjerat, jo për veten. E bukur kjo, e bukur, shumë e bukur kjo. Shkojmë tek radhës e gon. Jepi. Shoti ardha jote. Mirë, okay. Do të flisë hapur për ndonjë të famshëm ose VIP që të ka zhgënjur? Jo, s'merrem me njerëz atë. Okej. S'kam se ti përgojoj kot palide. A të ka ndodhur që apo mund të ndodh që të postosh diçka provokuese dhe pastaj të pendohesh, ndoshta kam shkuar shumë larg të mendosh? Për kë? Të postosh diçka provokuese dhe pastaj të pendohesh që ndoshta kam shkuar shumë larg. Jo, vetëm po ma ke kërkuar ishi që e kam hequr dhe kam vënë prap. A ka ndonjë temë tabu që edhe pse ti e përmendëm disa herë gjatë kësaj bisede, jeton pa filtra, pa u shqetësuar për opinionin e tjerëve, prap nuk e guxuar ta prekësh, se është shumë e ndjeshme, ndoshta mund të krijojë një impakt shumë të madh në shoqëri. Aborti për dhunimi, këto gjërat më dim se ti prek, me thënë të drejtën. Jam i çike ndjeshme ndaj këtyre gjërave. Edhe abuzime seksuale në vendin e punës. Okej. Se më ka ndodhur, kështu që. Okej. Nuk po duam të pyesim më shumë për këtë. Okej. Tani kemi edhe një lojë tjetër që në fakt është mjaft interesante, do thuash ti çfarë është. Unë dua që ti të marrësh telefonin. Telefonin e kemi lënë. Po do ta marrim telefonin tash. Kështu që njëri nga çunat, taksirat na sjell telefon. Ka me kod telefon se ha. Jo, ti do ta hapësh. Pra, e kam me kod. Po ti pra do ta hapësh? Ç'a do shoh aty? Do ta them unë tani ç'a do shohësh. Do shohim pra deri ku shkon guximi. Ja ta shohim. Ç'a do tash? Shpjegoja Gjorgjinas. Unë dua të di 3 mesazhet e fundit më të çuditshme që ti ke marrë në qoftë tek akaunti yt personal ose qoftë edhe tek faqja. 3 mesazhet më të çuditshme, më weird ose që mund të kenë. Nëse i mban mend, mund edhe ti thuash mbase pa i kërkuar. Tash unë nga që më vin shumë mesazhe këtu, më thënë të drejtën, ndonjëherë shpesh vin nga admirues. Nga fansa. Edhe më vjen edhe ca poezira, ca gjëra që kur i lexoj për shembull mund të jenë, nuk mund besoj që janë të çuditshme, më shumë janë mesazhe të bukura në formën e tyre për të më shprehur mua
respektin, dashamirësinë, qoftë edhe nga çuna, sado që për shembull mund t'i vë pak në lojë, prapë e vlerësoj, këto që më ndjek, tash më pëlqen, tash jam 32 vjeç, më bëj përshtypje këto Jo, u pëlqen atyre. Po atyre pëlqen tash që them, do më futem te koka atyre. Tash se disha them, ja kisha. Një poezi për shembull, dikush i ka thënë një poezi. Kisha postuar në story. Se jam shumë kurioz, Raman, ha. Po kisha postuar në story, jo video fundi që kisha bërë sensuale, unë e postova në story ishte. Edhe ja bënte njëri, thoshte ishte poetik në fakt. Thoshte e ndjej çdo pjesë të trupit tim duke të kërkuar, si një zjarr i qetë që digjet vetëm për ty. E ke kthyer përgjigjet? Jo. Prit ta dëgjojmë. Mjafton të mbyll syt dhe lëkura jote më mbështet si një kujtim i gjallë. Ai do ndjet i privilegjuar tani. Dua të ndjej buzët e tua të zvarriten ngadalë mbi të mijat, duara të humbin në çdo kthesë të trupit tim dhe frymarrja jote të bëhet ritmi i natës son. Pas ka talent. Mos më lër të pres shumë gjatë. Mendja ime tashmë është lakuriç para teje. Okej. Shoku i qeke me fat që ta lexuam poezin këtu. Jo, po, është lodhë shkretë, do ka shkuar di paragraf. Më pëlqeu. Okej, mirë. Më pëlqeu, jo keq. Mos të xoj tjera mos e të Jo, mjafton, shiko. Fare, do humbësh ndaj kandidat të mami për ndonjë gjë. Jo, Gjorgjina. Tani duhet të trajtuar me kujdes kjo çështje. Unë kisha një ditë të lodhshme, sot ditë e zakonshme pune, a kupton, edhe biseda me ty këtu në studio ishte vërtet shumë e këndshme. Ne shijuam Gjorgjinë dhe të urojmë shumë suksese në çfarëdo lloj rruge që ti zgjedh në jetën tënde. Uroj të shkëlqesh kudo.